Në fillim të viteve 2010, fshati i tyre i vogël në rrethinat e Shkodrës ishte kapluar nga një varfëri e heshtur por e rëndë. Familja e Ilirit dhe Ermalit jetonte në një shtëpi të vjetër me qerpiç. Kupullazi pikonte sa herë që binte shi dhe dimrat kalonin mes të ftohtit dhe tymit të një sobe të vjetër druri. Prindërit e tyre, Xha Rexhepi dhe nën Zyraja, ishin thyer nga mosha dhe puna e rëndë e bujqësisë. Duart e tyre të çara nga dherat nuk po mbanin më. Iliri, si vëllai i madh, mbante mbi supe peshën e rëndë të përgjegjësisë. Çdo natë, kur dëgjonte kollën e tatit dhe fshirjen e lotëve të së ëmës që nuk kishte me çfarë të shtronte tryezën, diçka i thyehej në shpirt. Ai nuk mund të qëndronte më duar kryq. Në moshën 22 vjeçare, Iliri mori vendimin që do t'i ndryshonte jetën përgjithmonë. Me një çantë të vjetër shpine, pa dokumente dhe me pak para të marra borxh për rrugën, ai u nis drejt emigrimit. Ishte një rrugtim i tmerrshëm. Ne të tëra e fshehur nëpër kamion të errët, i lagur nga shiu në përpyjet e Evropës, me frikën e vazhdueshme të policisë dhe me bukë e ujë të matur me pikatore. Kur më në fund preku tokën angleze në Londër, ai nuk gjeti parajsën, por një realitet të egër. Për të mbjetuar dhe për të dërguar para në shtëpi, Iliri punonte deri në 16 orë në ditë në ndërtim. Gjatë ditës mbante thas me çimento në të ftohtin britanik që të ngrinte gjakun, ndërsa natën pastronte lokale apo lante enë. Ai flinte në një dhomë të vogël me 10 emigrantë të tjerë, duke kursyer çdo qindark të mundshme nga buka e gojës. Çdo muaj, pa dështuar asnjëherë, Iliri shkonte në pikën e transfertave të parave. Çmimi i sakrificës së tij filloi të shihej në fshat. Shtëpia e vjetër u rënua dhe në vend të saj u ngrit një banesë e re, e ngrohtë dhe moderne. Prindërit nuk kishin më nevojë të punonin në ar. Ata tani kishin ushqim të bollshëm, ilaçe të mira dhe rrobat që u mungonin prej vitesh. Për më tepër, paratë e Ilirit shkuan për të shkolluar dhe rritur vëllain e tij më të vogël, Ermalin, të cilin Iliri e donte më shumë se sytë e ballit. Iliri thoshte gjithmonë: "Unë po e djeg rinin time në kurbet, që Ermali të mos e njoh kur vuajtjen që pash unë." Kaluan plot 15 vite në këtë regjim sakrifice. Iliri tashmë nuk ishte më djaloshi i ri që u largua. Flokët e tij kishin filluar të thinteshin dhe shpina i dhembi nga puna e rëndë, por ai ja doli. Me zgjuar si dhe mund, ai hapi një kompani të vogël ndërtimi në Londër dhe arriti të grumbullonte një pasuri të konsiderueshme. Me ato kursime, ai bleu disa prona të patundshme në Shqipëri, një tokë të madhe buzë rrugës nacionale dhe hapi një biznes të madh materialesh ndërtimi, duke menduar për të ardhmen e familjes. Pikërisht në këtë kohë, Ermali po rritej dhe po krijonte familjen e tij. Gjatë një bisede të gjatë që patën kur Ermali erdhi për vizitë, Iliri mori një vendim të madh, të shtyr nga dashuria e pastër vëllazërore. Ai u ul përballë Ermalit, i hodhi dorën në qafë dhe i tha me zë të plotë: "Vëlla, unë e bëra rrugën time. Kam krijuar jetën time këtu në Angli dhe kam kapitalin tim. Të gjitha pronat në Shqipëri, biznesin e ri që sapo hapa dhe llogaritë bankare atje, do t'i kaloj në emrin tënd. Unë po të fal një pasuri që ty do të mbaj ty dhe fëmijët e tu si mbretër për tërë jetën. Nuk dua asgjë mbrapsht, por kam vetëm një kusht, një amanet të madh sa kjo botë. Prindërit tan janë në moshë të thyer. Ata kanë vuajtur shumë për ne. Dua që ti të shërbesh atyre, mos të mungoj as drita e syrit, as ngrohtësia dhe as një ilaç. Nëse ata derdhin qoftë edhe një pikë loti nga mungesa e kujdesit, unë nuk të fal." Ermali, me lot në sy, u ul në gjunjë përpara Ilirit. Ai e mori për dorë vëllain e madh, e puthi dhe u betua mbi gjithçka që kishte të shenjtë. "O vëlla, ti e babai im i dytë. Ti u sakrifikove për ne. Po të betohem në kokën e fëmijëve dhe në nderin e familjes son, se mami dhe babi do të jenë mbi kokën time. Shtëpia ime do të jetë shtëpia e tyre, dhe unë do t'i shërbej deri në frymën e tyre të fundit." Të dy vëllezërit u përqafuan, duke vulosur këtë marrëveshje gjaku. Iliri u kthye në Angli me zemrën plot, i bindur se pasuria e tij ishte në duart e njeriut më të besueshëm, dhe se prindërit e tij do të kalonin një pleqëri të lumtur dhe të qetë. Ai nuk mund ta imagjinonte kurrë se pas atij betimi me lot në sy, fshihej një lakmi e errët që shumë shpejt do të shkatëronte gjithçka.
Në muajt e parë pas nënshkrimit të dokumenteve, çdo gjë dukej se po shkonte sipas planit. Ermali e merrte shpesh në telefon Ilirin në Angli, duke i treguar me entuziazëm se si po ecte biznesi i materialeve të ndërtimit, sa klient të rinj kishte fituar dhe se si po planifikonte të zgjeronte xhiron e mallit. Sa herë që flisnin, Ermali nuk harronte të shtonte: "Mos u bëj merak për pleqt, o vëlla. Janë si mbretër. Çdo fundjavë i nxjerrim për drek nga deti. Nuk u mungon asgjë." Iliri ndjehej i qetë dhe i lumtur. Ai mendonte se sakrifica e tij po jepte më në fund frutat më të bukura. Megjithatë, me kalimin e kohës, filloi të ndodhte një ndryshim i ftohtë dhe i pashpjegueshëm. Telefonatat e Ermalit erdhën duke u rralluar. Nga 2 ose 3 herë në javë, ato u bën një herë në muaj, dhe çdo herë më shumë. Ermali duke i nxitueshëm, sikur donte ta mbyllte bisedën sa më shpejt. "Kam shumë punë në magazin, vlla. Po më pret një klient i rëndësishëm. Flasim herë tjetër." U bë fjalia e tij e zakonshme. Ajo që e shqetësonte më shumë Ilirin nuk ishte thjesht nxitimi i Ermalit, por një lloj barriere që po ngrihej rreth prindërve. Sa herë që Iliri kërkonte të fliste me Xharre xhepin apo nën zyrajen, ndodhte diçka e dyshimt. Telefonin e shtëpisë apo celularin e babait e hapte gjithmonë ose Ermali, ose bashkëshortja e tij e re, Rovena. Nëse Iliri thoshte: "Ma jep pak baban se më ka marr malli", përgjigjet e Rovenës ishin gjithmonë si të programuara. "O Ilir, sa keq", babai sapo doli në gjumë. Mjeku i ka thënë të pushoj sepse i luan pak tensioni. Nëse merrte në darkë, Ermali thoshte: "Mami është futur në dush", ose janë ulur duke ngrënë bukë dhe nuk po u aprish rehatin, po të thonë të fala shumë. Ky izolim filloi t'i ngjallte Ilirit një ndjenjë të rëndë ankthi në gjoks. Si ishte mundur që në 6 muaj rresht, ai nuk po arrinte të kapte qoftë edhe një herë të vetë me prindërit e tij në telefon pa ndërmjetësimin e nuses apo të vëllait. Ndërkohë, bota e rrjeteve sociale filloi t'i tregonte Ilirit një realitet tjetër. Ai shikonte profilin e Rovenës dhe të Ermalit që ishin mbushur me një luks të shfrenuar. Vajza e fshatit të thjesht tani pozonte me çanta të markave më të shtrenjta. Bënte blerje në qendra tregtare më të mëdha të Tiranës dhe postonte foto nga hotele me 5 yje. Ermali kishte bler një makinë të fundit që kushtonte sa gjysma e biznesit dhe kishte nisur ndërtimin e një vile të re 3 katëshe me pishinë. Iliri nuk kishte asgjë kundër pasurisë së tyre. Në fund të fundit, ai vetë ua kishte falur, por diçka nuk shkonte. Gjatë gjithë atyre videove dhe fotove të panumërta ku tregonin jetën e tyre të re, prindërit e moshuar nuk dukeshin asgjëkund. As në ditëlindjet e fëmijëve të Ermalit, as në darkat familjare që organizonin në vilën e tyre. Ata ishin zhdukur plotësisht nga pamja. Pika që e mbushi gotën ishte një telefonat natën vonë, rreth muajit të 8. Iliri, i përmbytur nga një parandjenje keqe, provoi të merrte numrin e Ermalit në orën 2 të mëngjesit, duke menduar se në atë orë prindërit do të ishin patjetër në shtëpi. Telefonin e hapi Ermali, i cili duke i irrituar. "Çfarë ka ndodhur në këtë orë, o Ilir?" "Na zgjove. Dua të flas me mamin, Ermal. Diçka po më shtrëngon në zemër. Thjesht dua t'i dëgjoj zërin", i tha Iliri me zërin që i dridhej. Ermali pshertiu me padurim dhe ja kaloi telefonin nën zyrajes për vetëm disa sekonda. Zëri i saj ishte aq i dobët, sa pothuajse nuk dëgjohej. "Ilir, biri im je mirë", tha ajo, por përpara se Iliri të mund t'i përgjigjej, ai dëgjoi në sfond zërin e ashpër të Rovenës që përshpëriste me nxitim. "Thuaj mirë jemi, thuaj mos u bëj merak dhe mbylle, se naftohet dhoma." Më pas, zëri i nënës u drodh edhe më shumë. "Mirë jemi mami, mirë. Ermali na mban shumë mirë, mos merr më kaq vonë se lodhesh", dhe vija telefonike u ndërpre menjëherë. Iliri mbeti me telefonin në vesh, në mes të dhomës së tij në Londër. Ai zë nuk ishte zëri i një nëne që po jetonte si mbretëresh. Ishte zëri i një gruaje të friksuar, të slojtur nga diçka e rëndë. Diçka e tmerrshme po ndodhte në atë shtëpi dhe vëllai i tij i vogël, djaloshi që ai kishte rritur me gjakun e tij, po gënjente. Pa u menduar 2 herë, Iliri hapi laptopin. Duart i dridheshin nga zemërimi dhe ankthi. Ai preu një bilet avioni vetëm për vajtje për të nesërmen në mëngjes. Nuk do t'i tregonte askujt. Nuk do të lajmëronte as Ermalin e as miqtë e tij. Ai do të kthehej në Shqipëri si një hije.
për të parë me sytë e tij se çfarë po ndodhte pas mureve të asaj pasurie që ai vetë kishte ndërtuar me aq shumë unë. Aeroplani u ul në aeroportin e Rinasit në një mëngjes të zymt e të mbuluar nga një mjegull e dendur. Iliri doli nga terminali me zemrën që i rrihte si çekiç. Kishte veshur një xhaketë të thjeshtë me kapuç të ngritur mbi kokë dhe mbante syze të zeza. Jo për të mbrojtur nga dielli që mungonte, por që askush nga njohësit e vjetër të mos e dallonte para kohe. Ai nuk pranoi të merrte asnjë nga taksitë e shumta që prisnin jashtë. Në vend të kësaj, mori një makinë me qira, një model të thjeshtë të zakonshëm që nuk binte në sy. Në vend që të nisej drejte për në fshat, Iliri vendosi të bënte një ndalesë në qytet. Ai donte të kalonte fillimisht nga magazinat e mëdha të materialeve të ndërtimit, biznesi që ai vetë kishte financuar dhe që Ermali supozohej se po e menaxhonte me aq sukses. Rruga nacionale ishte e mbingarkuar me trafik. Shiu filloi të bjerë me rrebesh, duke përplasur pika të mëdha mbi xhamin e përparme të makinës, gjë që rëndonte edhe më shumë atmosferën brenda tij. Makina e Ilirit mbeti e bllokuar në një nga semaforët më të mëdhenj të hyrjes së qytetit. Trafiku ishte pothuajse i palëvizshëm. Përmes fshirëseve të xhamit që lëviznin me shpejtësi, Iliri filloi të vështronte rrugën. Mes makinave luksoze, xhipave të zhurmshëm dhe njerëzve që nxitonin nën çadra, lëviznin disa lypës dhe shitës ambulant të vegjël, fëmijë të varfër dhe pleq të braktisur që shisnin çamçakëza apo facoleta, duke rrezikuar jetën mes rrotave të makinave për disa qindarka. Në atë moment, sytë e Ilirit u ndalën te një figurë e moshuar që po afrohej ngadalë drejt korsisë së tij. Ishte një burr rreth të 70 ave, me trupin e kërrusur nga pesha e viteve dhe e të ftohtit. Kishte veshur një xhaketë të vjetër stofi, të ngrënë në përbëryla dhe krejtësisht të qullur nga shiu. Në njërën dorë mbante një qese plastike të zezë, ndërsa në dorën tjetër, që i dridhej pafundësisht, mbante 3 paketa të vogla facoleta shletre. Flokët e tij të bardhë ishin të ngjitur pas ballit nga uji, dhe ai ecte me një qalshmëri të lehtë, sikur çdo hap t'i kushtonte një dhimbje të madhe. Iliri ndjeu një shtrëngim të çuditshëm në gjoks. Ajo mënyrë ecjeje, ajo siluetë e thyer i kujtonte Dik. Kur i moshuari u afrua te xhami i makinës para tij, shoferi i asaj makine i rriti xhamat me arrogancë dhe i bëri shenjë me dorë që të largohej. Plaku u kthye me një shikim të mbytur nga turpi dhe u drejtua nga makina e Ilirit. Sapo plaku u afrua te xhami i shoferit dhe ngriti dorën me facoleta, Iliri u ngri në vend. Bota rreth tij ndaloi së rrotulluari. Shpirti i tij thjesht u thërmua. Në dritën e zymt të asaj dite me shi, përmes xhamit të makinës, ai pa fytyrën e babait të tij, Xha Rexhepit. Nuk kishte asnjë dyshim. Ishin të njëjtët sy të mirë, por që tani ishin të fikur, të rrethuar nga rrath të zinje të mbushur me lot dëshpërimi. Faqet e tij ishin të rrethinara nga uria, dhe buzët i kishte të nxira nga i ftohti i madh. Babai i tij, njeriu për të cilin ai kishte larë enë dhe kishte fjetur në dysheme të ftohta në Londër që të mos i mungonte asgjë, ishte katandisur në një lypës rrugësh në mes të qytetit. Iliri hapi derën e makinës me një hovë të tmerrshëm, duke harruar rrebeshin e shiut dhe trafikun. Ai doli jashtë duke bërtitur me një zë që doli nga thellësia e shpirtit. Bab, o bab! Xha Rexhepi u tremb nga britma dhe u kthye. Kur pa Ilirin që po i afrohej, paketit e facoletave i ra nga dora drejte në pellgun me ujë të rrugës. Plaku hapi gojen, por asnjë fjalë nuk i doli, vetëm një ngashërim i mbytur. Iliri fluturoi drejt tij dhe e pushtoi me të dyja duart. E shtrëngoi pas vetes aq fort, sikur donte ta mbronte nga e gjithë bota. Trupi i të atit ishte i hollë si fije shkrepse dhe po dridhej i të ri nga e ftohta. Lotët e Ilirit u përzien me pikat e shiut në fytyrën e Xha Rexhepit. Biri im, Ilir ajeti, përshpëriti plaku me zërin që i merrej, duke prekur me duart e ngrira fytyrën e djalit të tij të madh, sikur të mos besonte se ishte zgjuar nga një makth. Pse ke ardhur? Nëse të sheh Ermali, o Zot, nëse të sheh ai. Çfarë po thua, bab? Çfarë është kjo pamje? Pse je këtu në mes të rrugës në këtë gjendje? Ku janë parat? Ku është shtëpia? Çfarë të ka bërë ai qen? U lëriti Iliri me një tërbim dhe dhimbje që po e çmente. Njerëzit nëpër makina filluan të bien borive të irrituar nga bllokimi i rrugës, por Ilirit nuk i bënte përshtypje asgjë.
Ai e mori baban prej krahu, e uli me kujdes në sediljen e parme të makinës, ndëroi temperaturën e ngrohjes në maksimum dhe i hodhi gjaketën e tij mbi supe. Gjare Gjepi po qante si fëmijë, duke fshehur fytyrën me duart e tij të çara nga puna dhe i ftohti, i mbytur nga turpi që i biri e gjeti në atë katandisje. Iliri u ul në timon, e largoi makinën nga rruga kryesore dhe ndaloi në një rrugicë të qetë. Ishte koha për të mësuar të vërtetën e tmerrshme. Brenda makinës së ngrohtë, shiu që përplasej mbi tavan krijonte një zhurmë mbytëse, si për të shoqëruar dëshpërimin që kishte plasur aty brenda. Gjare Gjepi po mbante në duar një gotë çaj të nxehtë që Iliri ja kishte blerë me nxitim te një kiosk anës rrugës. Duart e plakut ende dridheshin, jo më nga i ftohti, por nga trauma e asaj që po detyrohej të nxirrte nga goja. Iliri qëndronte mbi timon, me dhëmbët e shtrënguar fort dhe me shikimin e ngulur te prindi i tij, duke pritur fjalët që do t'i coptonin shpirtin. "Flisni, bab. Mos më fshini asgjë", tha Iliri me një zë të ulët, që mezi përmbante vulkanin që po i bente brenda gjoksit. "Çfarë ndodhi sapo unë ika?" Plaku uli kokën, duke shikuar avullin e çajit, dhe filloi të tregonte me slotësh e pshertimash të rënda. "Ah, biri im mallkuar qoftë paraja dhe lakmia që ua merr mendjen njerëzve. Sapo ti ikje në Angli dhe ai mori në dorë letrat e pronësisë të biznesit, Ermali ndryshoi brenda një nate. Nuk ishte më djaloshi ynë i urtë. Ai dhe nusja e tij, Rovena, filluan të na shikonin si barë në atë shtëpi të madhe që ndërtove ti. Na thoshin se rrobat tona mbanin erë pleqëri, se u prishnim rehatin kur u vinin miqtë e pasur nga qyteti." Gjare Gjepi bëri një pauzë, fshiu një lot me mëngën e gjaketës së lagur dhe vazhdoi. "Një javë pasi kishte marrë çelsat e llogarive bankare, Ermali erdhi në dhomën tonë. Na tha se shtëpia e madhe kishte shumë shpenzime për të ngrohur, dhe se për ne të dy ishte më mirë të lëviznim te dhoma e vjetër në fund të oborrit. Ajo kthin ku dikur mbanim veglat e punës dhe që pikonte nga lagështia. Na izoloi atje, o bir. Na hoqi telefonin e shtëpisë që të mos kishim mundësi të komunikonim me askënd. Kur ti merje në celularin e tij, ai na futej brenda me reptësi e na thoshte: "Nëse i tregoni Ilirit qoftë edhe një fjalë, do t'ju nxjerr në rrugë të madhe e nuk do t'ju jap as bukë për të ngrënë." Ne heshtnim se nuk donim që ti të vrisje mendjen atje në kurbet. Nuk donim të bëheshe vëlla me vëlla. Iliri ndjeu një thik në zemër. Ai kujtoi telefonatat e shkurtra, zërin e fikur të së-ëmës dhe fjalët e nuses në sfond. Çdo gjë tani po lidhej si një mozaik i tmerrshëm tmerri. "Po mami", pyeti Iliri, me zërin që pothuajse i ndaloi. "Ku është mami tani?" "Nën zyraja është e shtrirë në atë dhomë të ftohtë, o bir", tha babai duke shpërthyer në dënes. "Para 3 muajsh u ftoh rënd nga lagështia e dyshemes. Gjunjët dhe mushkërit nuk po i bëjnë më. Unë ju lutha Ermalit në gjunjë, i kërkova vetëm 50.000 lekë të vjetra për t'i bler ilaçet e frymëmarrjes dhe antibiotikët. E di çfarë më tha? Më shtyu dhe më tha se prindërit e moshuar janë shpenzim i kot, se nuk kishte para për të hedhur nëpër farmaci, sepse i duheshin për të paguar arredimin e vilës së re me pishin. Na la pa drita në dhomë, o Ilir. Na tha se harxhonim shumë." Plaku shtrëngoi paketën e facoletave që i kishte mbetur në xhep. "Unë nuk mund ta shikoja nënën tënde tek jepte shpirt nga kolla e nga i ftohti. Prandaj, prej 2 muajsh, dal fshehurazi çdo mëngjes. Eci 5 kilometra në këmbë deri në këtë semafor të qytetit. Shes këto facoleta që të nxjerr 500 apo 1000 lekë të vjetra në ditë, sa për t'i bler një copë bukë të ngrohtë nënës dhe ndonjë kokër tablet për t'i qetësuar dhimbjet. Ermali na tha se nëse të tregojmë ty, do të na digjte edhe atë dhomë ku jemi futur." Deri në atë moment, Iliri kishte dëgjuar duke mbajtur frymën, por kur dëgjoi për gjendjen e nënës dhe faktin që babai lypte në rrugë për t'i bler bukë e ilaçe, teksa Ermali ndërtonte pishina me paratë e tij, diçka brenda Ilirit u thye përfundimisht. Dashuria vëllazërore që kishte pasur për Ermalin u shndërrua në një urrejtje të akullt dhe të pastër. Ai ndezi makinën me një zhurmë të mprehtë rrotash. Fytyra e tij ishte zbardhur plotësisht dhe syt i shkëlqenin nga një vendosmëri e frikshme. "Mbahu, bab", tha Iliri duke shtypur gazin deri në fund. "Së pari po shkojmë të marrim mamin dhe t'i therasim mjekët më të mirë. E pastaj,
pastaj do të shkojmë te vëllai i mi dashur. Sot është dita që unë do t'ja thaj atë buzëqeshje luksi që ka vënë në fytyrë. Sot ai do të paguaj për çdo pikë loti që ju ka bërë të derdhni. Makina u nis me shpejtësi skëter drejt fshatit, duke lënë pas qyteti me shi, ndërsa Iliri po përgatiste goditjen e fundit për tradhtarin e gjakut të tij. Pasi thiri një ambulancë private dhe i dërgoi prindërit në spitalin më të mirë të qytetit nën kujdesin e mjekëve specialist, Iliri u nis drejt vilës së re të Ermalit. Ishte shtunë pas dite. Shiu kishte ndaluar dhe rrezet e thata të diellit po ndriçonin oborrin e madh të rrethuar me mure të larta guri. Jashtë vilës ishin rreshtuar makina luksoze. Përmes portës së hapur dëgjohej muzikë lartë dhe zhurmë gotash. Ermali po festonte ditëlindjen e nuses së tij, Rovenës, me një festë madhështore ku kishte ftuar të gjithë biznesmenët dhe njerëzit e rëndësishëm të zonës. Iliri hyri në obor me hapa të rëndë. Sa po hapi derën kryesore të sallonit të madh, muzika dhe bisedat u ndërprerën si me thik. Të ftuarit mbetën pa fjalë kur pa një burr me rroba të thjeshta, të qullur nga shiu dhe me një shikim që të ngrinte gjakun. Ermali, i cili kishte në dorë një gotë shampanjë, kur pa të vëllain, u zbardh në fytyrë dhe gota i rëshiti nga dora, duke u thyer në mira thërime mbi pllakat e mermerit. Ilir, pse nuk më tregove që do vije? Përshpëriti ai, duke u munduar të shtije i gëzuar, por zëri po i dridhe nga frika. Iliri nuk foli fare. Ai ekuilibroi hapat, u afrua si uragan dhe i dha Ermalit një goditje të fuqishme në fytyrë që e përplasi për tokë, me stryezave të mbushura me ushqime të shtrenjta. Rovena bërtiti e tmerruar, ndërsa të ftuarit u prapsuan. Kjo ishte për baban që e ke lënë të lyp në semafor nën shi. U lëriti Iliri me një zë që tundi muret e shtëpisë. Kjo ishte për nënën që e ke lënë të jap shpirt në lagësht i pa ilaçe, ndërsa ti feston me paratë e mia, o qeni pa besë. Ermali u ngrit duke fshirë gjakun nga buza, i turpëruar para të gjithë miqve të tij. Ai u mundua të merrte veten dhe bërtiti me arrogancë. Po, i futa në atë dhomë. Po çfarë do më bësh? Ke harruar që të gjitha pronat, kjo vilë, biznesi dhe llogarit janë në emrin tim. Ligjërisht, ti këtu nuk ke asgjë. Je thjesht një musafir në shtëpinë time. Dil jashtë ose po thëras policin. Rovena filloi të bërtiste gjithashtu. Po, ik në Angli ti. Këto janë tonat me letra. Nuk na i merr dot. Në atë moment, Iliri nxori nga xhepi i brendshëm i xhaketës një dosje të kuqe me dokumente zyrtare dhe një buzëqeshje e ftohtë ju shfaq në fytyrë. Të gjithë të ftuarit po mbanin frymën. Thiri, Ermal, thire policin, tha Iliri me një zë të qetë të prerë që peshonte më shumë se çdo bërtitje. Por para se të vinë, lexo këtë kontratë që kemi nënshkruar para 5 viteve te noteri. Ti mendove se unë të fala gjithçka verbërisht. Unë të dhash pasurinë, por jo mendjen time. Iliri hapi dokumentin dhe u tregoi të pranishmëve. Në pikën 4 të kësaj kontrate dhurimi, ekziston një klauzole fshehtë dhe e panegociueshme. Në rast se dhunuesi apo përfituesi i pasurisë Ermal Hoxha neglizhon, keq trajton apo braktis prindërit e tij, të gjitha pronat, bizneset dhe llogaritë bankare të përfshira në këtë kontratë kthehen automatikisht dhe me efekt të menjëhershëm në pronësi të dhuruesit Ilir Hoxha. Salloni u mbulua nga një heshtje varri. Ermali u lëshua në gjunjë, këtë herë jo nga dashuria, por nga tmerri. Ai e kuptoi se sapo kishte humbur çdo gjë. Sot në mëngjes, vazhdoi Iliri, noteri dhe avokati im kanë regjistruar procesin. Ky spital ku prindërit janë shtruar dhe dëshmia e babait tim në polici për braktisje janë provat. Ermal, ti nga ky sekond nuk ke asgjë. Kjo shtëpi nuk është e jotja. Makina që nget është e bllokuar. Biznesi është i imi. Iliri u afrua te vëllai i tij i thyer dhe i tha: Tani merr nusën tënde, merrni rrobat e trupit dhe lironi shtëpinë time brenda 10 minutave. Shkoni dhe jetoni atje tek thinat e lagështa në fund të oborrit. Të shihni se si jetohet pa drita dhe pa bukë. Ermali dhe Rovena, të turpëruar dhe të braktisur nga të gjithë miqtë që u larguan me nxitim, dolën nga porta duke qarë dhe duke mbajtur kokën me duar, të katandisur në rrugë të madhe. Pas disa javësh, nën zyraja dhe xhare xhepi u shëruan plotësisht dhe u kthyen në vilën e madhe, por këtë herë me djalin e tyre të madh, Ilirin. Ai vendosi të mos kthehej më kurrë në Angli.
E shiti biznesin atje dhe qëndroi në Shqipëri për të kujdesur vetë për prindërit e tij, duke u ofruar atyre pleqërinë e lumtur që meritonin. Historia u mbyll me një mesazh të fuqishëm për të gjithë. Paraja dhe pasuria mund të fitohen përsëri, por prindërit dhe nderi i familjes, nëse humben një herë, nuk kthehen më kurrë.